mund të di që është një person që vua nga alergjit, se nuk na ka ndodhur, domethënë që të vijë edhe të rikthehet prapë me një smundje lëkure. Bledi, me sa keni parë ju në Tiranë, po edhe në Shqipëri, ka një modë tatuazhesh e cila vjen ashtu si janë modat e tjera të ndryshme, ka edhe tatuazhe i periudhën e vetë të caktuar? Ne aktualisht në çfarë mode jemi? Ne aktualisht jemi në modën e realitetit. Sa më reale ti arri tatuatori dhe neve të zgjedhim tatuazhin perfekt që ne na pëlqen në realitet. Që do të thotë, qofse do bëjmë, sepse tatuazhi niset për një dedikim. Qofse do bëjmë një dedikim një personi, mundohemi të zgjedhim një imazh, një fytyrë ose dua të them edhe nga thjesht me kafshën shtëpiake që personi i ri do të bëj qenin e tij që na ka ndodhur shumë herë. Dhe sa më reale, sa më gjëra të reale të vinë në duke në tatuazh, është realizmi. Sa më realizëm. Gjëja më interesante që ju keni parë të tatuar në trupin e një njeriu. Qoftë edhe atë syrin që keni ju në trup. Sa mund të them interesante janë shumë aktualisht dhe dragojt. Që përdoren ose kojfish, peshqit kinj japonez. Edhe janë goxha interesante me shumë ngjyra, aktualisht po preferohen shumë dhe ngjyrat, përveç të bardhëzi. Për gjithë ata që janë të interesuar që të bëjnë një tatuazh në këtë moment, mund ta dim sa variojnë çmimet e tatuazheve, që do të thotë cili është tatuazhi më i lirë, por edhe ai më i shtrenjtë. Mund të kapim si prezupost se varet çmimet këtu variojnë nga studiot përkatëse. Po mund të kapim që një nisje mund të jetë nga 10.000 lekë të vjetra deri në 15.000 lekë. Nisje, do të thënë që është një shkronjë ose thjesht një pikë që do të vendosit për një, do të thënë të vetëm. Nga një shkronjë me 15.000 lekë të vjetra dhe në masi dhe në bazë të tipit të tatuazhit sa punim ka brenda, variojnë çmimet. Ka shumë të shtrenjta, ka deri në 500 euro, ka, do të thënë, gjysmën gjithë kurizin kushtojnë, në 600, 700. Varet sa është masia dhe sa është punimi. Cili është tatuazhi më i madh që ju keni parë me sy tuaj që dikush e ka realizuar? Komplet kurizin. Komplet kurizin në 3 seanca. Ose ka një fabull të caktuar që tatuohet komplet kurizi? Praktikisht ndërton një histori brenda. Do thënë është komplet një histori, për shembull kapim një shqipoj në Skënderbeut me një kala, me disa ushtar, me eshtat e të tjerëve që janë ushtarët e luftës së vdekur, mund ndërtohet një histori mbi ata, sepse është një gjë e madhe, nuk mund të bësh një gjë singël. Në momentin që dikush vendos të bëjë një tatuazh, automatikisht i lind dëshira për të bërë një tjetër, është vërtetuar kjo nga ana psikologjike për të shtuar numrat e tatuazheve? Është shumë e vërtetë. Pak persona janë bërë, si të themi në gjuhën e varfër, pishman, pse kanë bërë një edhe nuk do të bëjnë tjetër, praktikisht e kanë aty mendje për të bërë një tjetër. Mirë, qëndrojmë pak tek pishmalla. Kur në momentin që dikush bëhet pishman që ka bërë një tatuazh, mund ta fshihet një tatuazh? Po, aktualisht kanë vite faktikisht që kanë dalë, por në Shqipëri këto vitet e fundit 2-3 vjet kanë hyrë lazerat, hiqet me lazer që është me seanca, nuk mund të heqësh me një seancë një tatuazh. Shkuash, du ta hiq sot edhe nuk ta kem. Praktikisht janë disa lazeri, unë nuk jam i fushës për të folur për lazerin, por janë disa goditje që i jepet lëkurës dhe me disa seanca arrin ta zhdukësh nga lëkura. Duhet kuruar, sepse praktikisht bëhet plagë. Por ju që keni emrin e të dashurit apo ish të dashurit apo të dashurës tuaj dhe doni ta hiqni. Jo, mund ta mbulojnë, s'ka të heqin. Mund të bëj një sahi tjetër aty sipër? Patjetër, po. A emrit për shembull mund t'i vendosin diçka tjetër? Bëhet kjo gjë. Jashtojnë. Mos e hiqni, jeni brenda. Bledi nuk e di nëse ke diçka për të thuar për sa i përket tatuazheve? Jo, faleminderit për këtë. Do na bësh një tatuazh në Radio Travel 104.6 live. Si kam marrë vetë sot. Gjithsesi në një moment të dytë do takohemi sërish dhe do na bësh një tatuazh në Radio Travel Love You Forever. Faleminderit Bledi për prezencën tuaj në studio dhe për gjithë sqarimin që na bëre për këtë kakofoni informacionesh që kemi për tatuazhet. Ju urojmë sukses me shoqatën tuaj. Vazhdoj.